martesa sot ende ka kuptim, por jo në të njëjtën formë si dikur. Në të kaluarën, ajo ishte një institucion i fortë shoqëror, i lidhur me traditën, familjen e madhe dhe detyrimin për të pasur fëmijë. Shpesh ishte më shumë një përgjegjësi se sa një zgjedhje personale. Sot martesa është mbi të gjitha një zgjedhje. Njerëzit martohen për dashuri, partneritet dhe siguri emocionale apo ligjore. Megjithatë, shumë të tjerë zgjedhin bashkëtesën pa martesë, sepse e shohin lidhjen si angazhim personal dhe jo domosdoshmërisht si formalitet. Ka edhe çifte që vendosin të mos kenë fëmijë, duke ndryshuar modelin tradicional të familjes. Pra martesa nuk ka humbur kuptimin, por është transformuar. Ajo mbetet një institucion për disa, ndërsa për të tjerë është thjesht një nga shumë mënyrat për të ndërtuar një jetë në çift. Jemi këtu sot i përgjigjemi një pyetje që bëhet shpesh nga gjyshërit dhe prindrit tanë. Përse brezi i ri ka filluar të aratiset martesës, por ka zgjedhur forma të reja për të ndërtuar një jetë të lumtur bashkëtesa, apo ndoshta ndonjëherë edhe një jetese përbashkët përmes një kontrate, kanë bërë që fjala martesë dhe dasmat e mëdha të mungojnë. Kjo e ka shqetësuar në fakt, i ka shqetësuar prindrit dhe gjyshërit tanë, sepse ka qenë formula e vetme, të paktën atë cilën ata e njihnin për të ndërtuar një familje të ngrohtë dhe të mirë. Për të kuptuar se çfarë ka ndodhur me kohën, si është perceptuar martesa nga e cila ndërtoi familja si qelizë e rëndësishme e shoqërisë, por gjithashtu dhe se si përjetohet sot divorci edhe ku secili nga partnerët me rrugën e tij. Diskutimin e ndërtojmë në studio me një nga vajzat e forta të këtij vendi që ka folur gjithmonë hapur për gjithçka ka zgjedhur të ndajë nga jeta e saj personale. Menar Bagramu, sipërmarrës, është kënaqësi e dashur që jemi bashkë. Është mirë se vjen, kënaqësi të kemi. Si dhe për mua. Vërtet, prindrit tanë e bëjnë shpesh të pyetje. Përse ju të rinjt sot nuk po doni më të martoheni si ne dikur, edhe përse jo në moshën e duhur të re? Në fakt i bie që unë të kthehem me një pyetje, pse nuk martoheni? Përse nuk martohemi? Po ja, marrim më shumë kohë për të menduar, mbase. Po pse? Shiko, unë mendoj që sot e kësaj dite institucioni i martesës akoma ekziston, për të thënë vërtetën. Akoma është një strukturë sociale e rëndësishme, por nuk ka më rëndësinë që ka pasur, është venitur. Për shumë arsye, dhe nuk besoj që do i trajtojmë do të gjitha këtu sot, ose edhe unë vetë nuk dim base t'i them të gjitha, por sipas meje, sipas mendimit tim, një gjë shumë e rëndësishme që ka ndodhur dhe që po ndodh dhe që do ndodh akoma dhe për shumë vjet, është ndryshimi i njeriut, i qofti femrave apo i meshkujve, apo sepse martesa sot ka edhe midis dy gjinive të njëjta. Çrëndsi ka i njeriut në qelizë të tij, në bërtham të tij. Kjo është një dhe shumë e rëndësishme. E dyta është që në qoftë se dikur femrat të paktën kur martoheshin ishte një moment i jetës së tyre ku shoqëria gjithashtu e quante një femër më të respektuar, pra zinte pozicionin e vet të rëndësishëm gjithashtu në shoqëri, po flasim këtu e 50 vjet para, mbase edhe më shumë. Sot e kësaj dite nuk është më kështu. Femra gjithsesi figura e saj është lartësuar. Okej, në përgjithësi prap flasim, dhe femrat e ndjejnë veten jo domosdoshmërisht të martuara me një vend të rëndësishëm në shoqëri, sepse dhe aftësitë të tjera të saj gjithashtu dalin në pah. Dhe nga ana tjetër, dikur femrat martoheshin dhe për siguri financiare. Që sot e kësaj dite dhe kjo nuk është në majat e saj, sepse femrat sot, ka femra që martohen për siguri financiare, martesa në përgjithësi i jep një siguri në fakt për ecurinë e një familje, sepse janë dy të ardhura, janë dy njerëz që kujdesen për këtë familje dhe kjo qëndron, qoftë një familje në martesë, qoftë në familje e cila jeton bashk në bashkëjetesë, por ngren një familje bashk gjithsesi, të jetuarit bashk të dy prindërve, plus që është e rëndësishme për fëmijët që do lindin, që të jenë të dy prezent, vlen akoma, por një kohë ishte një siguri për jetën e saj, sepse femra nuk ishte shumë të drejta që ka sot. Plus pastaj ishte kulminacioni i jetës së një femre që me martesën ti do bëhesh edhe nën. Ndërkohë që sot femrat mund bëhen nëna dhe pa u martuar. Dhe të gjitha këto dhe shoqëria ka filluar t'i perceptoj pak më mirë, sepse një rinjkohë ishte e pa mendueshme që një femër të bëjë nën pa pasur një partner apo pa pasur një martesë madje. Unë mbaj mend, sepse do të lodhem shumë për këtë, se tash së fundmi ka ndodhur, por kam një nga këto partnerët me të cilët bashkëpunojmë, është italiane. Ajo është në moshë diku 53-4 vjeç, diçka e tillë.
Dhe gjithmonë kur takoheshim në disa momentet bisedave tona përveç atyre të punës, flisnim për familjen dhe ajo fliste për bashkëshortin e saj, për djalin e tjera. Dhe herën e fundit kur ishte përsëri e njëjta bisedë, dhe në një moment më thotë se në fakt unë nuk jam e martuar. Unë i them burri gjithë kohës, pra ajo riferohej, por në fakt ta kemi 30 vjet bashk. Por nga ana tjetër thani nuk kemi bërë asnjëherë martesë. Pra jo dasëm, por martesë legale. Kurorëzimi legal. Eksakt. Tash seriozisht, vërtet? Po, tha, 30 vjet dhe jemi shumë të lumtur, tha. Ama tha tani, tha, po mendoj, tha, kam një problem që nëse diçka do më ndodh, se tash me moshën, juve nuk e dini se jeni të rinj, po kur kalon një moshë ti fillon mendon edhe për çështje shëndetësore. Dhe po, nëse diçka do më ndodhi, tha, personi i cili duhet të marrë vendimin sipas ligjit në Itali, për nëse më ndodh diçka e cila ka të bëjë me jetë apo vdekje, do jetë personi i cili legalisht është i pari për mua. Dhe për këtë tha, unë kam vetëm maman time, se djalin e kam akoma adoleshent, kështu që nuk mund ta ketë, dhe ndërkohë tha maja ime është shumë e vjetër dhe unë nuk besoj që do merrte vendimin e dur për mua. Kështu që mendoj që tani ka ardhur koha që të bëj një martesë. Pra, diku në botë njerëzit kanë filluar ta bëjnë këtë zgjedhje edhe përpara. Por unë di dhe në Shqipëri ka plot çifte të cilët kanë zgjedhur të mos bëjnë këtë martesën legale, pra ti ndajmë, jo martesë dhe dasëm janë dy gjëra të ndryshme. Celebrimin që themi në fiks. Fjala në Shqip që themi neve është celebrimi në gjendjen civile, eksakt. Mirë, Arba, flasim pak në aspektin personal. Si një vajzë e cila në një moment të saktuar të jetës ka vendosur të divorcohet për arsyet e veta personale. Divorcin në perspektivën tënde është fundi apo është një fillim i ri? Është fundi diçkaje dhe patjetër që mund të jetë fillimi i një diçkaje tjetër. Diçkaje. Kjo fjala diçkaje është shumë e gjerë. Mund të jetë fillimi i një jete tjetër dhe është fillimi i një jete tjetër. Mund të jetë fillimi i një marrëdhënie tjetër mbase ose mbase jo. Kështu që po, çdo fund është edhe një fillim, kështu që patjetër që po. Por divorci, sidomos duke pasur fëmijë, unë vërtet kam bërë këtë divorcin vetë, por nuk është se e trumpetoj divorcin me të madhe. Është në disa momente një zgjidhje, duhet të jetë një zgjedhje nga të dy partnerët, ose mbas edhe vetëm nga njëri, kur tjetri nuk arrin ta kuptojë që ka ardhur momenti për një gjë të tillë, dhe kur janë fëmijët prezent, vërtet ka familje të cilat mund të jenë me dy prindër, por fëmijët nuk janë ose janë shumë të palumtur dhe nuk do rriten kaq individ të mirë, sepse këta dy prindrit nuk kanë atë marrëdhënie që duhet kenë dhe t'i japin atij fëmijës ose atyre fëmijëve atë që duhet t'i japin. Dhe ka familje të tjera ku jetohet vetëm me një prind dhe fëmijët mund të rriten shumë të lumtur dhe për të bërë nesër njerëz më të mirë se sa në një familje të palumtur me dy prindër. Megjithatë thash, nuk e trumpetoj fort sepse e kam pendese pas divorcit? Për divorcin? Varet. Në rastin tim personal, momente pendese jo, sepse unë përgjithsisht në jetën time përpiqem që t'i bëj gjërat ose të marr vendime të rëndësishme, edhe ato më pak të rëndësishme xhanëm, duke qenë e bindur 100% në atë moment. Dhe të divorcuarit është një ngjarje e cila vlen të mendohet shumë mirë dhe vlen nga të dyja palët të bëhet maksimumi për të mos arritur deri aty. Po kur them të bëhet maksimumi, nuk jam fare absolutisht me këtë sakrificën që të rrim bashk se duhet të rrim. Kur them të bëhet maksimumi nga të dy, që kjo gjëja sërish të funksionojë, për x arsye që nuk ka funksionuar përpara, pra më e përgjithshme është tradhtia që ndodh, po kryesisht, por ka dhe arsye të tjera pse dy njerëz nuk arrin dot më të rrinë bashkë. Ka shumë arsye. Megjithatë, nëse ka një mundësi për të rregulluar gjërat, unë mendoj që realisht duhet dënë maksimumi nga të dy. Sepse e kam dëgjuar diku dhe më kam mbetur në mendje që bërja e një fëmije është një projekt të paktën 18 vjeçar. Dhe realisht e mendoj kështu. Fëmija ka nevojë për të dy prindrit. Përkundrazi do i kishte dhënë natyra, Zoti, si të doni quheni, ishte vetëm njëri, pse do ishin të dy. Dhe unë mendoj që është shumë e rëndësishme për fëmijët. Dhe ne kur bëjmë një fëmijë duhet ta marrim të përgjegjësi drejtën e mori. Arba, si një gruaj që ka folur hapur për divorcin e saj, a duhet mbajtur një raport me ish partnerin, i shëndetshëm për shkak të fëmijëve? Do ishte shumë mirë që po. Dhe në rastin tim kjo fatmirësisht ka ndodhur, por asnjë raport nuk mund të mbahet vetëm nga njëra palë. Pra nëse unë do kisha në krahun tjetër një babain e fëmijëve të mi, i cili për shumë arsye mund ta bënte të pamundur këtë,
ti mund të bësh sa mund të bësh vetë dhe gjithkush mund të përpiqet të mbajë një raport vetëm nga njëri krah, po mund ta bësh vetëm për një kohë caktuar. Ti nuk e bën dot për më gjatë. Pra duhet dhe krahu tjetër gjithashtu ta kuptoj këtë. Do ishte shumë mirë për shkak të fëmijëve, po edhe për shkak sepse kemi jetuar gjithë ato vjet bashk. Mund të mbeten shok? Dy ish partner? Mund të mbeten shok, absolutisht që po. Unë mendoj që po. E diskutoj shumë këtë dhe shumë. Ka shumë raste që e kam diskutuar, desha të them, edhe përgjithsisht janë jo në asnjë mënyrë se gjithsesi për çfarëdo lloj gjëje që ka ndodhur, po dakord, mund të ka ndodhur diçka që mund të jesh lënduar në një moment, po në fund ditës asnjëri nuk jemi perfekt, gjithë mund të bëjmë gabime, duhet pranuar kjo. Jo të gjithë reagojmë në mënyrën e dur dhe i menaxhojmë situatat mirë në mënyrën në momentet e caktuara. Kështu që edhe mund të ndodhi që edhe pala tjetër të veproj kështu, ama e rëndësishme është çfarë ndodh më mbrapa. Kështu që po, do ishte shumë mirë. Raporti mirë shoqëror pas divorcit fitohet me njëherë pas të nënshkrimit të zhbërjes së Jo, në kontratës, asnjë mënyrë. apo pas disa kohësh? Jo, tash i varet shumë çfarë ka ndodhur që erdhi puna deri ke ky divorc. Por në rastin konkret timin, domethënë, gjërat kanë qenë jashtëzakonisht shumë të nxehta dhe unë kam qenë në një gjendje që nuk mendoja kurrë që mund të flisja përsëri si një shoqe me ish partnerin tim. Për shumë kohë kështu. Mua të paktën më ka ardhur pas shumë kohësh që ne të dy kemi krijuar një sërish një marrëdhënie. Pas disa vitesh? Edhe një herë? Kur themi pas shumë kohësh, pas disa vitesh? Kjo varet nga gjithë secili. Varet dhe çfarë ka ndodhur midis të dyve. Në rastin tim do ketë marrë shumë vjet, me thënë të drejtën, mbas edhe, I don't know, 8 vjet, diçka e tillë, 7-8. Po. Pra është dashur një kohë e gjatë. Është dashur, për mua po, është dashur një kohë shumë e gjatë. Është dashur një kohë shumë e gjatë, sepse është shumë e vështirë të pranosh që pikërisht që thash përpara, që ai personi në krahun tjetër nuk bëri atë që ti prisje të bënte, duke i njohur kaq vjet, duke e dashur kaq shumë e tjera, duke krijuar këtë familje, duke besuar, mbi gjitha është besimi, sepse tradhtia nuk ka të bëjë me prishjen e një marrëdhënie monogame. Dhe tash çfarë ndodhi? Tradhtia ka të bëjë me atë fjalën që i ke dhënë njëri tjetrit në fillim. Pra ju eksakt, keni premtuar këtë gjën. Dhe pastaj kur ndodh është pikërisht kjo thyerja e këtij besimit që ti kishe krijuar dhe e kësaj jetës që në fakt i mbase kishe idealizuar, që ishte e tillë, dhe mendoj që ka një problem këtu sepse gjithmonë për martesën ose për marrëdhëniet monogame, se martesa është në vetvete një marrëdhënie e tillë, ne femrave dhe meshkujve u shfolur ndryshe. Për ne femrat ka qenë që ky është tani personi jot i jetës, pra shoku i jetës, babai i fëmijëve tu do jetë, dhe do jetë edhe partneri yt i vetëm seksual. Kurse meshkujve nuk u është thënë kështu. Meshkujve është thënë që po, familja shumë e rëndësishme mbetet, sepse siç tham, konstrukt social shumë i rëndësishëm e tjera duhet, familja, fëmijët, babai i fëmijëve, por nga ana tjetër nuk është thënë që kjo vajza, kjo gruaja do të jetë partnerja e vetme jote seksuale. Sepse të gjithë meshkujt kanë menduar dhe kështu është thënë, kështu janë rritur, mbas edhe nga marrëdhëniet që kanë pasur në shtëpitë e tyre. Mendoj që çdo burrë u shfolur ndryshe dhe për ata në fakt mbase në shumicën e rasteve nuk ka qenë një thyerje besimi. Problemi është a u mor vesh apo s'u mor vesh. Sepse kjo ishte, ky ka qenë dhe ky mbetet i gjithë problemi. Pra, u mor vesh nga partneria që ka pasur marrëdhënie jashtëmartese apo s'u mor vesh, se që do kishte patjetër. Dhe duke qenë se u thënë të dyve ndryshe, secili në mënyrën e vet ka bërë atë që me të cilën është rritur dhe është brumosur. Por ama nga krahu tjetër ka ardhur një moment tani që unë mendoj që kjo duhet thyer si mit. Derisa të dyja palët të evolojmë në pikën që, mbas edhe meshkujt, që në fund të ditës nëse ti ke një partnere që e do, ti nuk do ta lëndosh këtë partnerin. Atë marrim vetëm këtë parasysh. Dhe nëse ti e di që një veprim që ti do bësh, do ta lëndoj këtë partnerin, atëherë mos e bëj, kaq e thjesht. Ose nëse do e bësh, paktën gjej mënyrën se si t'ja shpjegosh. Shumë i thjeshtë, nuk është i komplikuar. Për mua këtu mbaron ekuacioni. Respekti. Kaq, jo respekti, po e do. A mund çdo njeri, i heq marrëdhëniet romantike, çdo marrëdhënie tjetër, kur ti e do një shok, një shoqe, mamin, babin, ku diun vllajën, motrën, fëmijën, ti nuk do ta lëndosh. Ti përpiqesh maksimalisht mos ta lëndosh. Siç tham, gjëra ndodhin,
Dhe mund të ndodhi që, ke bërë diçka e cila mund ta lëndoj këtë person. Por do gjesh mënyrën më të mirë të mundshme dhe do bësh maksimumin që e pare një herë të riparosh atë që ke dëmtuar, dhe e dyta pastaj të rishikosh nëse kjo marrëdhënie vlen të rindërtohet apo jo, me shumë qartësi dhe sinqeritet e para për veten tënde, po dhe e dyta për partneren. Erva, duke ditur Shqipërinë dhe shoqërinë sot, kur mendon se duhet të martohen vajzat, në cilën fazë të jetës, në cilën grup mosh? Dhe po pyes posaçërisht për vajzat. Kur të gjenë, e di çfarë i them vajzave të mia sot? Çfarë? I them kështu, se për mua nuk ka një mosh. Po them, e di si është puna, nëse gjeni një njeri dhe mendoni që ky njeriu është ai njeriu me të cilin doni të krijoni një familje, edhe djalë xhanom, njëjtën gjë. Nuk duhet të mendoni më, a është ky njeriu me të cilin unë do kaloj gjithë jetën time. Nuk është kjo ajo që duhet të mbani në mend, sepse mbase në mënyrën se si të gjithë jemi në një tranzicion si njerëz, dhe në mënyrën se si do ndryshosh ti apo ky personi tjetër gjatë një jete të tërë, mund të ndodhi që në një moment rrugët tuaja do ndahen dhe nuk mund të rriteni më bashkë. Por duhet mendoni një gjë shumë të rëndësishme. A mund të jetë ky personi ose kjo tjetra ai person të cilin unë gjithmonë mund ta konsideroj njëri të familjes time? Sepse nëse do bëni fëmijë, ky personi do jetë gjithmonë një person i familjes tënde. Sido që të shkojnë gjërat mes jush. Jeni apo s'jeni bashkë, nëse këtë personin e bën babain apo maman e fëmijës tënd, atëherë ky personi do mbetet përjetësisht në familjen tënde. Këtë duhet mendoni, që ky person do jetë gjithmonë në familjen tënde. Do jeni apo s'do jeni bashkë, kjo është totalisht një gjë tjetër. Kështu që kurdo që të ndodhë që të takosh këtë personin, që ti mendojnë që mund ta kesh pjesë të familjes tënde, baba të fëmijëve tu apo mama të fëmijëve të tu, atëherë është koha e dur për të martuar, edhe një herë, për të martuar nuk e di. Por për të jetuar bashkë dhe për të krijuar një familje bashkë, të cilin zgjedh vetë fort. Po, eksaktësisht. Më lejo të pyes, Arba, ke mikesha që janë divorcuar? Gjithmonë e më shumë. Gjithmonë e më shumë. Për të kuptuar se si dashuron njeriu pas divorcit, a dashuron njësoj, a është i hapur drejt dashurisë, a percepton dashurinë ndryshe? Që njeriu mund të dashuroj disa herë në jetë, këtë nuk e diskutoj fare. Ideja të qenit vetëm një në jetë në këtë jetë që është për ty, është thjesht edhe ky për mua një budallik me ok. Mund të jetë që të ndodhë të takosh vetëm një person të cilin ti do ta duash shumë, por ka shumë lloje dashurish. Ne jemi mësuar me atë dashurinë e librave dhe të filmave që kjo dhe ram e vdiqëm, por nuk është realisht ashtu. Mund të përjetosh disa të tilla, asnjëra nuk i ngjan tjetrës, gjithmonë do ketë karakteristika të tjera. Nuk do ketë asnjëherë mbase pasioni nuk do jetë i njëjtë, mënyra si e shikon personin dhe çfarë ai të ngjall ty për veten tënde, sepse çështja është që kur ne dashurohemi, ne bëhemi dhe më të bukur për veten tonë. Na pëlqen më shumë vetja me këtë personin, por mund të na pëlqejë ndryshe me persona të ndryshëm. Dhe po, mund të dashurosh pas divorcit, po se kur kjo duhet të ndodhi, është varet edhe kjo nga shumë faktorë. Kur vetë shërohemi, thua. Sa kohë na merr për të vetë shëruar? Shiko, mund të ketë dashuri dhe në momentin që nuk jemi shëruar akoma, por janë ato dashuri të cilat trauma jote dhe pa e ditur edhe trauma tjetër e atij personit që mund të kenë ndodhur për arsye të tjera në moshë tjetër në jetën e vet, janë këto lidhjet ose lidhjet e forta, janë shumë të forta në fakt të dashurisë, të cilat janë edhe toksike ndërkohë. Por në qoftë se do flisnim për një dashuri shumë të madhe dhe të mirë, kështu teorikisht do ishte kur jemi të vetë shëruar, ndihemi më mirë me veten e tjera, por të vetë shëruar nga kjo çfarë ka ndodhur prej divorcit. Se që kemi gjithmonë trauma dhe që dy njerëz në një martesë gjithkohës, madje po dëgjoja ishte një stand-up comedy, një vajzë që thoshte nuk është më martesa siç ka qenë, sepse sot e kësaj dite martesa është praktikisht dy njerëz që zgjidhin traumat e tyre të jetës gjatë gjithë jetës të dy bashkë. Sepse në çdo moment, në çdo ndërveprim që ti ke me këtë partnerin, ty praktikisht të dalin në pah të gjitha gjërat që ke kaluar në jetën tënde, për të dy palët kjo. Dhe është një përplasje e vazhdueshme midis të dyve, por që ndërkohë rrit dhe zbukuron gjithë secilin, duke zgjedhur të dy njëkohësisht që po këtë gjë duan ta bëjmë bashkë, sepse na pëlqen.
Erba, faleminderit shumë për këtë bisedë. Faleminderit dhe juve. Një bisedë e cila bazohet në inteligjencën emocionale për të zgjetur zgjidhje për kohën që po jetojmë dhe jo vetëm të mbetemi në konstrukte që kalojnë e shkuara. Kështu që faleminderit. Më duket se po ndodh. Faleminderit dhe juve shumë. Faleminderit. Vlerësimet tona për guximin që ke për të folur hapur, sepse vetëm duke dëgjuar publiku mund marrë pak zemër që në këto kohë edhe u mungon. Gjithmonë i pritur të Faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi qëndrojmë ne rikthehemi pas pak.